Kesave. Mirëmëngjesi kanalit 10 për ju. Si po ju shkojnë punët, kërëshe? Mirë përgjithësi, kemi fillu sot ditën barë, koha është e mirë, punime kemi gjithandej. Pa tjetër, po du me të falendëru kështu dhe publikisht, kemi pasur një problem që patëm raportuar, patëm diskutuar bashk në Bresalc për ndryqim publik, dhe pa në pasaj që është sanuar, që ka kure nisim edhe me lajmet mira, pa tjetër për bashkëpunimin tuaj meritonin një falenderim, se veç ankesa. Faleminderit shumë, po thuj se para dhe parat punë jemi të thirrur që t'i ndihmojmë qytetarëve gjithandej ku kanë ankesa ose kërkesat e tyre dhe brenda mundësive tona të ju dalim krahat e rregullumit. Po, dua t'ju pyes pak kushtrim për këto pjesë, cilat janë me qenë se qëndrojmë planet tek ndriçimi publik, cilat janë planet tjera, pra ku pritet që të kemi rregullime të tjera të ndriçimit publik, në cilat zona? Në cilat zona, po thuaj se që bisedume dhe herën e kalume në qytet, besoj që jemi thuj se 90% të teritorit të brendshëm jemi të kompletuar me ndriçim publik, me rrjet elektrik. Një ashtu edhe gjendja është e mirë edhe në përfshatna, për post defekteve ose problemeve që na shfaqen kohë pas kohe, edhe i kemi operatorët ekonomik, ekipën e cilat del për kohë shumë të shkurtër edhe intervenon në ato probleme. Po, do t'ju pyes pak edhe për një problem, kështu kemi pasur një qytetar që ka raportuar pra për probleme me ujërat e zeza për 10 vite në lagjen Gavrani. Ishte ankesa. Si qëndrojmë pra për këto plane? Mund të dërgoni një ekip apo do del pra ka pasur një problem tjetër apo si qëndrojmë me planet për këtë pjesë? Në lagjen Gavrani ose Dardhania, Nishe dhe Dyshik, një federalisht, që kemi ne, me kanalizim qëndron problemi vetëm me një pjesë të lagjes. Po. Nuk ka pas, se edhe para 2 jave kam qenë edhe vetë në teren, aty nëse bëhet fjalë për rastin. Po. Edhe aty për momentin nuk është që kemi kontrat aktive në dispozicion për me fillu atje me rregullu, mirë po e kemi pranu si kërkes, edhe mbrana mundësive, momentin e parë që e lidhëm kontratën për mirëmbajtje të këtyre gjanave, atëherë ekipi do të delë dhe do të asanon atë problem. Po, për sa pritet kjo? Nëse po. ankusi që e ka bërë kërkesën në ndëgjën, unë e pata fjallën na qune anë pjesën e fundit të Gavranit, rruga Beqir Musliu, ose mbrapa me Nakonit, aty ku përfundon shëtitoria e qytetit. Po, dua t'ju pyes, kushtrim pra për cilën periudhë pra bëhet fjalë, sa mund të me shku tek kjo pjesa deri në arritjen e një marrëveshje? Kështu, ne kemi iniciuar në prokurim aktivitetin, edhe janë duke u zhvilluar procedurat e prokurimit. Momentin që nënshkruhet kontrata atje për këto punë, projekte të vogla që e kemi, atëherë përpos saj kërkesës e kemi edhe disa kërkesa të tjera, edhe për shpresumi brenda pak kohë me intervenu, mirë po pa e pas kontratën nuk mundem me dhënë datë më të përafërt. Po. Dhe fare shkurtër, kushtrim të qëndrojmë me planet për menaxhimin e probleme me qend e Ndacak? Me qend e Ndacak është kompetente drejtoria e bujqësisë, ata ja kanë një kontrat për trajnimin e qenve, edhe mendoj që nështë informata më të mira së më të sakta mund t'i merrni nga drejtoria për kace. Po. Falenderoj shumë, kushtrim për këtë lidhje direkte dhe gjitha këto informacione pra që i dhe për ne. Faleminderit edhe për juve.